Shikoj gotën gjysmë plot. Pra, dua ta shikoj me sido që t'jetë ky vendim unifikues i gjykatës së lartë, dua ta shikoj me optimizëm sepse nuk do të jetë thjesht një vendim teknik, por shpresoj të jetë një ndryshim filozofie. Pra, nga një sistem që favorizon sigurin përmes ndalimit, do të kemi, gjithmonë shpresoj, do të kemi një sistem që kërkon arsyetim të proporcionalitetit dhe nevojave reale. E qartë. Dhe Ramaj, çfarë mund të zgjidhë një vendim qoftë edhe unifikues i gjykatës së lartë sa i përket masave të sigurisë? Ku mbetet më pas vlerësimi që bën vetë gjyqtari, kërkesa që bën prokurori, është tekstuar vazhdimisht që po synohet të shkohet në një praktikë unifikuese që masa arrestit të mos jepet pa prova. Pra, pa pasur prova bindse që personi i pandehur mund të prish prova t'i helmoj, mund të largohet nga Shqipëria, është i rrezikshëm për shoqërinë. Por si do të bëhet edhe nëse shkohet në një praktikë unifikuese, si do të bëhet e mundur të realizohet në vendimarrjen e gjyqtarëve? Gjykata e lartë, unë nuk e shoh si problem ndërhyrjen e gjykatës së lartë në këtë rast, në aspektin ligjor. Pse nuk e shoh si problem? Sepse gjykata e lartë ka këtë detyrë, që të unifikojë, të rregullojë praktikat e gjykatave më të ulta. Është gjykatë më e lartë, e ka detyrë ligjore të rregullojë dhe të ndërhyjë dhe të japi një zgjidhje sa më të mirë çështjeve problematike që gjykatat mund të bëjnë qëndrime të ndryshme dhe janë të dëmshme për individët. Atëherë, e nisim nga fillimi. Problem sot është baza ligjore, apo është mënyra se si është baza ligjore problem, apo mënyra se si e interpretojnë dhe e zbatojnë gjykatat? Unë nuk mendoj që është baza ligjore problem. Unë mendoj që është mbajtja e qëndrimeve të ndryshme për raste të ngjashme. Në ligj, në çështje penale nuk ka analogji, por ka ngjashmëri. Nuk përdoret analogjia, por përdoret ngjashmëri dhe në masë sigurimi që s'po flasim për raste themeli, ti duhet mbash një lloj standardi, që do të thotë nëse marzhi i dënimit për një vepër penale është i ulët, 3 vjet, 4 vjet, 5 vjet, i s'mund vendosësh masë sigurimi arrest në burg, kur personi është i parrezikshëm. Marzhi i dënimit për një vepër penale? Janë shumë kritere. Çfarë po diskutohet? Pra si do të rankohen këto kritere? Mbi çfarë do të merret ky vendim i pritshëm, kjo praktikë? E tha dhe avokati më herët. Kodi i procedurës penale neni 230 thotë që merren bashkarisht rrezikshmëria e veprës dhe autorit. Që do të thotë ti duhet të analizosh dhe rrezikshmërinë e autorit dhe rrezikshmërinë e veprës. Nëse të dyja bashk nuk janë aq të rënda sa për të vendosur masë shtrënguese dhe do kalosh një herë për shtatshmërinë. A janë masat e tjera të pranueshme, për shembull, pse mos shndroj arrest në shtëpi dikush? Kush është problemi? Sepse nuk funksionon byzyluku. Po s'është kjo puna e gjykatës. Gjykata nuk është policë, Dafina. Gjykata, jo. Marrin leje për shkuar te familja. Ka polici, ke një shtet i cili duhet funksionojë në mënyrë zinxhir. Nuk e zgjidh gjykata këtë punë duke i mbajtur njerëzit në burg. Është mentaliteti i gabuar, ky është mentalitet komunist. Gjykata jep masën e përshtatshme për qytetarin, janë organet e tjera që duhet ta zbatojnë. Ku janë byzylyqet, ku janë mjetet cilat e gjëmonin personin i cili ka një masë nga gjykata. Sot ke telefon, ke mjetet tjera, mund ta mbash në mbikëqyrje personin. Ka mosdalje nga territori në Itali, ka mosdalje nga rrethi, nga komuna, i ka të gjitha mjetet. Pse nuk vendosen në Shqipëri? Kush është arsyeja? Por qarë paraqitja pranë oficerit policisë gjyqësore është masë e cila të kontrollon në mënyrë të padiskutueshme. Për vepra penale, po flasim normale. Nuk ka arsye, këtu është çështje vullneti, këtu është çështje ose bërje pis nga politika dhe ndërhyrje politikës që i bën presion gjykatës dhe jemi në këtë situatë. Se nuk i mban dot policia dhe politika e cila ka dashur që ca njerëz largohen dhe të arratisen dhe prandaj i bën presion për disa të tjerë të cilët janë pikë të hallit dhe i shkon dhe i hedh atje në burg. Ja të themi gjë, gjykata e lartë sot, meqense po bën vendim unifikues, ka pasur me qindra raste, avokatët janë dëshmitar, kur ne kemi kërkuar që një gjykat atje ka abuzuar në Berata, në Vlora, në Tirana, ku digjon, dhe ka vajtur çështja me ankime për masat e sigurimit deri ke gjykata e lartë, dhe gjykata e lartë ka pasur të njëjtin mendim si ai gjyqtari aty 26 vjeç i një gjykate X. Po si pas ka mundësi këtu me 1 gram
lënë narkotike një personi pa dënuar kur 19 vjeç që vazhdon shkollën mu qëndroka me arrest në burg? Pse duhet mbaka dhe gjykata lartë të qëndrim dhe tani thot të bëjmë unifikimin që të ndryshojmë vendimin e 2011-ës, po ti me praktikat, me gjitha ankimet që të vinë çdo ditë që nga prokuroria, ke mbajtur një tjetër qëndrim. Po që atëherë vetëm gjë që mendoj unë që ka ndryshuar gjykata lartë, pavarësisht futemi apo jo në politik, është se këtu ka interesa të politikanëve dhe unë pavarësisht saj, them hajde të zgjidhet, të jepet një sa më drejt, të bëhet një vendim unifikus i drejt me standarde europiane, që të respektohet dhe për qytetarin, po do përfitojnë dhe këta politikanët, s'kemi çfarë t'i bëjmë. Avokat Barjamaj, në vlerësimin tuaj, po, ndoshta keni një replik për të shtuar diçka, por unë dua t'ju bëj një pyetje. Sa funksionojnë realisht masat alternative në kushtet e sistemit shqiptar? Pra, në të gjithë zinxhirin, sa funksionojnë masat e tjera alternative? Në vazhdim asaj që thatë ju, Dafina, shiko, mos prisni që ky vendim unifikues i gjykatës lartë të rregullojë gjërat me shkopin magjik. Suksesi i këtij vendimi do të varet shumë nga integriteti i gjyqtarëve, nga profesionalizmi i prokurorëve dhe nga agresiviteti juridik i avokatëve. Gjithsesi, thash, duhet të shikoj anët pozitive të këtij vendimi, sepse mendoj që do të shkoj drejt standardizimit të praktikës gjyqësore. Pra do të vendos një kornizë të detyrueshme të interpretimit, duke të paktën do heq ato vendime kontradiktore, do të mbyll derën vendimeve kontradiktore dhe do të ketë në fundit do të ketë më shumë parashikueshmëri edhe nga ne avokatët dhe nga prokurorët, sepse në fundit mendoj se do të kemi një vendim unifikues të gjykatës lartë që dhe kur të shkojmë për një masë sigurie që deri tani shkonin me atë mendimin, pra ishin të pasigur se çfarë vendimi do t'jap gjykata e shkallës parë. Tani do t'ja tundin përpara fytyrës gjyqtarit shkallës parë dhe do të kemi më shumë parashikueshmëri ne si avokat. Mendoj se do të ketë anën tjetër pozitive që do të jetë forcimi i mbrojtjes lirive personale, duke ofruar te standardet e Bashkimit Evropian të paktën këtë flamur që po tundin këta mbrojtësit e vendimit unifikues për t'u ofruar standardet e Bashkimit Evropian gjithmonë kanë qenë dhe i ka parashikuar dhe kodi i procedurës penale, gjithsesi... Sikunde po e tundin si kartë edhe politikanët parimin e prezumimit të pafajësisë. Po risqe, do të ketë një vendimarrje e tillë nga ana tjetër në vlerësimin tuaj? Si dhe njerë? Risqe, do të ketë në vlerësimin tuaj nga ana tjetër? Shiko, pa tjetër, por thash, sot duhet të presim me optimizëm, nuk duhet flasë për anët negative, duhet flasë për anët pozitive të këti vendimi, kështu që... Vendimit të pritshëm, po kur parashikohet të dalë gjykata e lartë, kolegjet e bashkuara me këtë praktikë unifikuese? Si parashikohet? Kur pritet? Po, nuk e di, një njoftim që pash në faqen e saj, vendimi do të njoftohet, besoj se jo më largë se një muaj duhet të shpallet si vendim. Dhe për individ që sot janë të pandehur, janë në ambientet e paraburgimit, do të ketë një efekt, mendoni ju? Unë them që po, çdo vendim unifikues lidhet drejt për drejt me personat cilët ose janë procese gjyqësore ose janë me masë sigurimi, siç është rastin fjalë. Pra kjo lidhet drejt për drejt, jo vetëm tek personat e pandehur, po siç e tha avokati, duhet të ndikojë te gjyqtarët si fillim, që duhet të unifikojnë praktikat.